për mua është një situatë kalimtare që do kaloj, sepse e përmenda dhe më parë, jemi në periudhë ku ka lagështi, ku ka myqe me shumicë, ku niveli ishte i rritur, do të kaloj. Kjo periudhë e dimrit, periudha më delikate e sigurisë qumshit, referuar këtu për mbajtjes aflatoksinës. Ai përfaqësuesi i kompanisë që i ka dërguar mesazhin me të drejtë thotë që është e rregullueshme. Pavarësisht është e rregullueshme edhe për fermerët, po të ndryshoj regjimin e të ushqyerit. Patjetër që do arrijë se kërkoj Iliri është Erzen Begaj. Që nëse ka, është Erzeni apo është një kompani tjetër, kjo është e rregullueshme me masat që duhet merren, me ndërgjegjësi, me edukim, por edhe thjesht janë ca këshilla të cilat janë fare të thjeshta. Nuk kërkohet ndonjë shkencë e madhe për t'u thënë fermerëve. Thjesht ndrysho ushqimin, mos jep atë ushqim, zgjidh ushqim të mirë dhe me njëherë situata rregullohet. Lopa nuk është një industri që i fut gjithnjë, është gjë e gjallë. Normalisht, çfarë do marri do të prodhojë. Nëse do ndryshojë, do mirë polën se i keni marrë gjithë dhe pastaj do shkojmë tek Jo, profesori, në fakt është shumë detajist në të gjitha ato që shpjegon, kështu që është edhe mirë për të sqaruar opinionin publik nga ana shkencore. Po ne zbatojmë legjislacionin, po dhe legjislacioni rrjedh nga shkenca. Po, dhe në rastin konkret, AKU i kërkoj AKVMB-sit marrin mostra në fermat ku rezultoi aflatoksina? Ne nuk mund të detyrojmë një institucion tjetër në të cilin nuk kemi raport varësie. Ne i bëjmë një kërkesë për bashkëpunim. Ata patjetër vazhdojnë me marrjen e masave të tyre ndjekjen e rastit, por nuk janë të detyruar as të na njoftojnë se çfarë u bë.